Raportimi i kronikës kërkon shpejtësi por dhe përgjegjësi. Ka një vit të holl mes denoncimit dhe konsumimit banal të tragjedisë, kur ngjarjet kriminale kthehen në serial klikimesh, humbet thelbi, por kur minimizohen me gjuhë sterile, dëmtohet e vërteta. Qasja e duhur është i thuash gjëra troç, të raportosh faktin, të ndjekësh hetimin, të shtrish pyetjet e vështira dhe të mos e lësh ngjarjen të vdes sepse kalon vala e parë e interesit. Sepse shumë herë skandali i vërtet nuk është vetëm krimi, është ajo që den më pas, lidhjet, neglizhenca, paralajmërimet e injoruara dhe institucionet që hedhin përgjegjësinë sa nga një derë te tjetra. Për këtë arsye, media që zgjedh të flas pa filtr ka një barrë më të madhe, të mos bëhet altoparlant i versionit zyrtar, por as fabrik histerie, të mbaj presionin atje ku duhet, te llogaridhënia, ndryshimet që duhen bërë. Nuk mjaftojnë deklaratat pas çdo ngjarje, nuk mjafton as fotografia e radhës e operacionit policor. Nëse shteti do të godasë rënjën, duhet të lëvizni në disa fronte njëherësh. Parandalimi duhet të bëhet real, jo ceremonial. Kjo do të thotë identifikimi i hershëm i zonave të nxehta, ndjekja i konflikteve të hapura, reagim ndaj kërcënimeve dhe bashkëpunim funksional mes policisë, prokurorisë dhe shërbimeve sociale. Sidomos në rastet e dhunës në familje dhe të konflikteve të njohura mes grupeve. Goditja financiare është po aq e rëndësishme sa arrestimi. Nëse rrjetet kriminale mbajnë pasuritë, bizneset, ndikimin dhe qarkullimin e paras, atëherë dhe kur goditen përkohësisht të rikthehen. Krimi duhet goditur në portofol, jo vetëm në kronik. Drejtësia duhet të japë sinjal të qartë se koha e pafundme e dosjeve nuk është normalitet. Nuk ka rend publik kur dënimi perceptohet si rastësi, dhe nuk ka besim qytetar kur familjet e viktimave jetojnë mes pritjes, dyshimit dhe heshtjes. Një tjetër pikë kyçe është komuniteti, jo në kuptimin folklorik të fjalës, por si rrjet raportimi dhe reagimi. Kur qytetarët nuk besojnë se kallëzimi i tyre si dhe rezultat, ata heshtin. Kur heshtin, krimi fiton terren. Kjo hallk nuk riparohet me slogane, por me raste konkrete kur shteti tregon se e mbron dëshmitarin, e ndjek denoncimin dhe nuk e lë qytetarin vetëm. Krimi nuk zhduket me një urdhër dhe as me një konferencë për shtyp, por ka një dallim të madh mes një shteti që lufton seriozisht dhe një shteti që menaxhon perceptimin. Shqipëria ka nevojë për të parin, sepse kur ngjarjet kriminale kthehen në zhurmë të zakonshme, shoqëria nis të humbas jo vetëm sigurinë, por dhe ndjeshmërinë. Dhe ky është momenti më i rrezikshëm, kur e keqja nuk të tërndit më, por të duket pjesë e rendit të ditës. Pikërisht atëherë duhet folur më fort, hetuar më thellë dhe kërkuar llogari pa pushim.